kjo kënga ka të bëjë dhe me një realitet shumë të qartë që ndodhi, një realitet konkret që ndodhi këtë javë që kaloi, ku policia vajti dhe rëmbeu Andrean. Në shtëpi. Themi rëmbeu për shkak se sipas ligjit nuk mund të shkosh me makinë, zgjosh njëri nga gjumi, ta nxjerrësh nga shtëpia, ta marrësh për komisariate, ta çosh të transferosh në drejtoritë policisë dhe kudo në regjistër shkruhet është thirrur. Jo. O shoqëruar, o ndaluar, o arrestuar. Ti nuk mund të marrësh qytetarët në shtëpitë vet, e ti solla shkot komisariate, dhe të mos kesh mender me shkuta si llaf për ta, se s'ka asnjë akuzë, s'ka asnjë gjë, po thjesht e bën këtë për të ushtruar presion. Edhe kjo këngë që është punu javës tjetër, e ka pas parasysh dhe atë fakt. Nesër është e premte, pas nesër është shtunë. Protesta e opozitës kur është, Andrea? Është shtunën. A do shkoj pra policia të rëmbej Andrean në shtëpi? Ne kemi bërë gati ankimin, lidhje me gjithë personazhet, kemi gjetë dhe emrat që janë përfshirë në këtë skemë të ndyrë, sepse ata s'mund t'ia kalojnë kaq kollaj në raport me atë që kanë bërë, duke pas parasysh javës dhe kemi dhe një çështje për të diskutuar shumë të fortë që lidhet me Andrean dhe me sistemin, se si po funksionon, dhe kuptojmë që ata kanë frikë. Derisa bëjnë një operacion për të rëmbyer Andrean në shtëpi me makinë policie. Dhe ku përfshihet drejtoria e krimeve e drejtorisë policisë Tiranë. Gjithë Tiranës, e kuptoni logjikën, me emra dhe me mbiemra.